Lere kur e marrin të prerë shqiptarët, bukën ti. Është të mërshme ti. Po të më thoj mua një produkt tjetër që e merr të prerë, mollë, shaqirin, 10 fjala ta marrë të prerë. Ajo ikën e gjithë vitaminat që ka buka ti. Në momentin që ti e pret, sepse dembel shqiptari, dembel i matë më bukur. Edhe kur i thua shtisë që e ka me ligj, shisja mos ta pres. E ka me ligj nga akuja. Mos presi bukë sepse lëshon edhe ekuri që pret e atikës qa, lëshon përmbajtje e ekurit. E ka me ligj mos ta presi dhe unë se që marr pa prerë, e dëgjojnë 2-3 veta aty, edhe ata se prinate dua të prerë. Pre ta presi. Ja profesori, 70 vjeç. Dakor, le ta presi. Edhe prinate marrin, shumicat. Bukë të prerë dhe. Ndë ta buka ndahet me dorë ti, gazetari dashur. Me mocat e gishtrive, thot Kurani edhe Muhamedi i Madh. Me mocat e gishtrive. Nuk prihet kurrë, as në furrë, ku e ble, as në shtëpi. Ndahet me dorë, preket me dorë, djati me dorë, që janë këto pirujnë e lukë, e thikë për djate, për bukë edhe për të tash. Që molla hajt me dhemb. Nuk prihet molla, hajt me dhemb. Edhe portokalli, edhe limoni me dhemb mundësisht. Me dhemb mundësisht që forcon dhe dhemb, prandaj edhe po ti shohësh fëmijët, të gjithë janë me proteza hekuri në përgojë. Të gjithë po bëhen në full stem sepse nuk ka përdorur noflën për të ngacmuar një ushqim që ta forcojë noflën. Po kur e vjen një moment me një ushqim të fortë, aty shtrëmrohet nofla.